Data 31 korrik. Gjyqtarët, kapitulli 14. Sansoni zbriti në Timna dhe aty pa një grua midis bijave të filistejve. Kur u kthye në shtëpi, foli për të me të atin dhe të ëmën duke thënë: "Pash në Timna një femër midis bijave të filistejve, ma merrni për grua." Babai dhe nëna e tij i thanë: "A nuk ka vallë një grua midis bijave të vëllezërve të tu në gjithë popullin tonë që ti të shkosh të marrësh një grua midis filistejve të parrethprer?" Por Sansoni u përgjigj atit të tij me këto fjalë: "Merr me atë, sepse më pëlqen." Por jati dhe ëma nuk e dinin se kjo vinte nga Zoti dhe që Sansoni kërkonte një rast kundër filistejve. Në atë kohë filistejt sundonin në Izrael. Pastaj Sansoni zbriti me të atin dhe me të ëmën në Timnah. Sa po arritën në vreshtat e Timnahut, një luan i vogël u doli përpara duke u lëritur. Atëherë fryma e Zotit zbriti në mënyrë të fuqishme mbi të dhe ai, pa pasur asgjë në dorë, e shqeu luanin ashtu si shqyhet një kec, por nuk i tha asgjë atit dhe nënës së tij për atë që kishte bërë. Pastaj zbriti dhe i foli gruas dhe ajo i pëlqeu Sansonit. Mbas disa ditësh, ai u kthye për ta marrë me vete dhe doli nga rruga për të parë skeletin e luanit. Dhe ja, në trupin e luanit kishte një mori bletësh dhe mjalt. Ai mori pak mjalt në dorë dhe filloi ta hajë ndërsa po ecte. Kur arriti tek jati dhe tek ëma, u dha dhe atyre dhe ata e hëngrën, por nuk u tha që e kishte marrë mjaltin nga trupi i luanit. Pastaj jati zbriti tek ajo grua dhe aty Sansoni shtroi një gostisi që kishin zakon të rinjt. Dhe ndodhi që kur njerëzit e vendit e pan, ata morën 30 shok që të rrinin bashkë me të. Sansoni u tha atyre: "Unë do t'ju them një gjëz. Në rast se ju arrini të gjeni shpjegimin e saj dhe ma njoftoni brenda 7 ditëve të gostisë, do t'ju jap 30 tunika dhe 30 ndërresa rrobash. Por në rast se nuk mund të ma shpjegoni, do të më jepni mua 30 tunika dhe 30 ndërresa rrobash." Ata ju përgjigjen: "Thuaj gjëzën tënde që ta dëgjojmë." Ai u tha atyre: "Nga gllabëruesi doli ushqimi dhe nga i forti doli e ëmbla. 3 ditë me radhë, ata nuk arritën ta shpjegojnë gjëzën. Ditën e 7 i thanë bashkëshortes së Sansonit: "Mbushja mendjen burrit tënd që të na shpjegojë gjëzën, ndryshe do të djegim ty dhe do t'i vëmë flakën shtëpisë së atit tënd. A na keni ftuar për të na zhveshur? Valla, s'është ashtu?" Gruaja e Sansonit qau para tij dhe i tha: "Ti ke vetëm urrëtie ndaj meje dhe nuk më do. Ti u the një gjë bijve të popullit tim, por nuk ma shpjegove." Atëherë ai tha: "Ja, unë nuk ja shpjegova as atit tim, as nënës sime. Pse duhet të ta shpjegoj ty?" Ajo qau para tij gjatë 7 ditëve të festës. Kështu ditën e 7 Sansoni ja shpjegoi sepse e mërziste. Pastaj ajo u shpjegoi gjëzën bijve të popullit të saj. Njerëzit e qytetit ditën e 7 para se të perëndonte dita i thanë Samsonit: "A ka gjë më të ëmbël se mjalti? A ka gjë më të fortë se luani?" Dhe ai u përgjigj atyre: "Po të mos kishit lëruar me mërshërën time, nuk do ta kishit zgjidhur gjëzën time." Atëherë fryma e Zotit erdhi mbi të në mënyrë të fuqishme dhe ai zbriti deri në Ashkelon, vrau 30 njerëz nga ata, mori plaçkat e tyre dhe u dha ndërresat e rrobave atyre që kishin shpjeguar gjëzën. Kështu zemërimi i tij u ndez. Pastaj ai u ngjit përsëri në shtëpinë e të atit, por gruan e Sansonit ja dhan shokut të tij që kishte qenë shoku i tij më i mirë. Veprat e apostujve, kapitulli 18. Por pas këtyre, Pali u nis nga Athina dhe erdhi në Korint. Dhe si gjeti një far judeu me emër Aquila, me origjinë nga Ponti, i ardhur rishtas nga Italia dhe gruan e tij Prisilën, sepse Klaudi kishte urdhëruar që të gjithë judejnë të largohen nga Roma, shkoi tek ata. Dhe duke qenë se kishin të njëjtën mjeshtëri, qëndroi me ta dhe punonte se mjeshtëria e tyre ishte të bënin çadra. Por çdo shabat mësonte në sinagogë dhe binte judejnë dhe grek. Por kur Sila dhe Timoteo zbritën nga Maqedonia, Pali shtyhej nga fryma për të dëshmuar judejve se Jezusi ishte Krishti. Por duke qenë se ata kundërshtonin dhe blasfemonin, ai i shkundi rrobat dhe u tha atyre: "Gjaku juaj qoft mbi kokën tuaj. Unë jam i pastër që tani e tutje do të shkoj te kombet." Dhe mbasi u largua prej andej, erdhi në shtëpinë e një far njeriu me emrin Just, i cili e adhuronte Perëndin dhe e kishte shtëpinë ngjitur me sinagogën. Dhe Krispi, kreu i sinagogës, besoi te Zoti me gjithë shtëpinë e tij. Dhe shumë nga korintasit, duke e dëgjuar Palin, besuan dhe u pagzuan. Por një natë, Zoti tha Palit në vegim: "Mos ki frikë, por fol dhe mos hesht.
sepse unë jam me ty dhe askush nuk do të vërë dorë mbi ty që do të bëj keq, sepse unë kam një popull të madh në këtë qytet. Dhe ndenja atje 1 vit e 6 muaj, duke mësuar ndërta fjalën e Perëndisë. Dhe kur Galioni ishte prokonsulli i Akajis, Judejnë u ngriten me një mendje të vetme kundër Palit dhe e qua në selinë e gjykatës, duke thënë: "Ky u ambush mendjen njerëzve të adhurojnë Perëndin në kundërshtim me ligjin." Dhe kur Pali donte të hapte gojën, Galioni u tha Judejnëve: "Po të qep puna për ndonjë padrejtësi ose keqbërje o Judejnë, do t'ju dëgjoja me durim sipas arsyes. Por nëse janë çështje për fjalë dhe për emra dhe ligjin tuaj, shikojeni ju vetë, sepse unë nuk dua të jem gjykatës i këtyre gjërave." Dhe i përzuri ata nga selia e gjykatës. Atëherë, të gjithë grekët zunë Sostenin, kreun e sinagogës, dhe e rrahan përpara selisë së gjykatës. Por Galioni nuk donte t'ia dinte fare për këto gjëra. Dhe Pali vazhdoi atje edhe shumë ditë. U përshëndosh me vëllezrit dhe lundroi për në Siri me Prishilën dhe Akuilën, pasi e qethi kokën në Kenkrea sepse kishte bërë një premtim solemn. Dhe arriti në Efes, dhe ata i la aty, po vetë hyri në sinagogë dhe diskutoi me judejnët. Ata ju lutën të rrinte me ta më gjatë, por ai nuk pranoi, por u nda prej tyre duke thënë: "Më duhet gjithsesi ta bëj festën e ardhshme në Jeruzalem, por në dash Perëndia do të kthehem përsëri te ju." Dhe lundroi nga Efesi. Dhe si zbarkoi në Cezare, u ngjit në Jeruzalem dhe si përshëndeti kishën zbriti në Antioki. Dhe si qëndroi atje ca kohë, u nis dhe përshkroi me radhë krahinën e Galatis dhe Frigjin, duke forcuar gjithë dishepujt. Por një far judeu me emër Apollo, me origjinë nga Aleksandria, njëri orator i fuqishëm në shkrime, erdhi në Efes. Ky kishte mësuar udhën e Zotit dhe i zjarrt në frym fliste dhe mësonte me saktësi gjërat e Zotit, por njihte vetëm pagëzimin e gjonit. Ky filloi të flasë lirisht në sinagogë, dhe kur e dëgjuan Akuila dhe Prishila, e morën me vete dhe ja shtjelluan më saktë udhën e Perëndisë. Dhe mbasi ai donte të shkonte në Akaji, vëllezrit i dhanë zemër dhe u shkruan dishepujve që ta prisnin. Si arriti atje, ai ndihmoi shumë ata që kishin besuar me anë të hirit, sepse i kundërshtonte botërisht në mënyrë të goditur judejt, duke treguar me anë të shkrimeve se Jezusi është Krishti. Jeremia, kapitulli 27. Në fillim të mbretërimit të Jehojakimit, birit të Josias, mbreti i Judës, kjo fjalë ju drejtua Jeremias nga Zoti. "Kështu më ka thënë Zoti: Bëj lidhje dhe zgjedh dhe vari mbi qafën tënde. Pastaj ja dërgoj mbretit e Dom, mbretit të Moabit, mbretit të bijve të Amonit, mbretit të Tiros dhe mbretit të Sidonit me anë të ambasadorëve të Sedekias, mbretit të Judës, të ardhur në Jeruzalem. Dhe jepu urdhër që të thonë kështu zotërinjve të tyre. Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit. Kështu do të thoni zotërinjve tuaj: Unë kam bërë tokën, njerëzit dhe kafshët që janë mbi faqen e dheut, me fuqinë time të madhe dhe me krahun tim të shtrirë, dhe ja jap atij që më duket i mirë në sytë e mi. Dhe tani tërë këto vende ja kam dhënë në dorë Nebukadnecarit, mbretit të Babilonisë, shërbëtorit tim. Atij i kam dhënë gjithashtu kafshët e fshatrave që t'i shërbejnë. Kështu tërë kombet do t'i shërbejnë atij, birit të tij dhe birit të tij, derisa të vijë koha edhe për vendin e tij. Atëherë shumë kombe me mbretër të fuqishëm do ta katandisin në robëri. Dhe do të ndodhë që kombi ose mbretëria që nuk do të dëshirojë t'i shërbejë atij, Nebukadnecarit, mbretit të Babilonisë, dhe ta vërë qafën e vet në zgjedhjen e mbretit të Babilonisë, atë komb unë do ta dënoj, thot Zoti, me shpatën, me urinë dhe me murtajën, derisa t'i kem shfarosur me dorë të tij. Prandaj mos dëgjoni profetët tuaj, as shortarët tuaj, as ata që shikojnë ëndra, as magjistarët tuaj që ju thonë, nuk do të robëroheni nga mbreti i Babilonisë. Po, ata ju profetizojnë gënjeshtra që t'ju largojnë nga vendi juaj, që unë t'ju shpërndaj dhe ju të vdisni. Por kombin që do ta varë qafën e tij në zgjedhjen e mbretit të Babilonisë dhe do t'i shërbejë atij, unë do ta lë në vendin e tij, thot Zoti, dhe ai do ta punojë dhe do të qëndrojë aty. Unë i fola pra Sedekias, mbretit të Judës, në përputhje me tërë këto fjalë dhe i thash: Përkulni qafën tuaj në zgjedhjen e mbretit të Babilonisë, i shërbeni atij dhe popullit të tij dhe do të jetoni. Pse ti dhe populli yt dëshironi të vdisni nga shpata, nga uria dhe nga murtaja, ashtu si ka folur Zoti kundër kombit që nuk dëshiron të shërbejë mbretit të Babilonisë? Prandaj mos dëgjoni fjalët e profetëve që ju thonë nuk do t'i shërbejeni mbretit të Babilonisë, sepse ju profetizojnë gënjeshtrën, sepse unë nuk i kam dërguar, thot Zoti, por ata profetizojnë gënjeshtrën në emrin tim
me qëllim që unë t'ju shpërndaj dhe ju të vdisni, ju dhe profetët që ju profetizojnë. U fola gjithashtu priftërinjve dhe tërë këtij populli duke thënë: Kështu thot Zoti, mos dëgjoni fjalët e profetëve tuaj që ju profetizojnë duke thënë: Ja, tani orendit e shtëpisë së Zotit do të kthehen shpejt nga Babilonia, sepse ju profetizojnë gënjeshtrën. Mos i dëgjoni ata, i shërbeni mbretit Babilonisë dhe keni për t'jetuar. Pse ky qytet duhet të katandiset në një shkretetir? Në rast se janë profet dhe fjala e Zotit është me ta, le të ndërhyjnë tani pranë Zotit të ushtrive në mënyrë që orendit që kanë mbetur në shtëpinë e Zotit, në shtëpinë e mbretit të Judës dhe në Jeruzalem, të mos shkojnë në Babiloni. Kështu thot Zoti i ushtrive për shtyllat, detin, sherrët dhe pjesën tjetër të orendive që kanë mbetur në këtë qytet, të cilat Nebukadnecari, mbreti i Babilonisë, nuk i mori kur internoi Jekonjahun, birin e Jojakimit, mbretit të Judës nga Jeruzalemi në Babiloni, së bashku me tërë fisniket e Judës dhe të Jeruzalemit. Po kështu, thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit, për orendi që kanë mbetur në shtëpinë e Zotit, në shtëpinë e mbretit të Judës dhe në Jeruzalem, do të çohen në Babiloni dhe aty do të mbeten, derisa t'i kërkoj unë, thot Zoti, dhe do të bëj të dalin përsëri dhe të kthehen në këtë vend. Marku, kapitulli 13. Ndërsa ai po dilte nga tempulli, një nga dishepujt e vet i tha: Mësues, shih, çgur e ç'ndërtesa. Dhe Jezusi duke ju përgjigjur i tha: Apo i shikon këto ndërtesa të mëdha? Nuk do të mbetet gur mbi gur pa u rënuar. Dhe pasi ai ishte ulur mbi malin e ullinjve përballë tempullit, Pietri, Jakobi, Gjoni dhe Andrea e pyetën veçmas: Na thuaj, kur do të ndodhin këto gjëra dhe cila do të jetë shenja kur të gjitha këto gjëra do të përmbushen? Dhe Jezusi duke ju përgjigjur atyre nisi të flas: Kini kujdes që të mos ju mashtroj njeri, sepse do të vinë shumë në emrin tim duke thënë: Unë jam, dhe do të mashtrojnë shumë veta. Por kur të dëgjoni për luftëra dhe për ushtima luftrash, mos u shqetësoni, sepse këto gjëra duhet të ndodhin, por nuk do të jetë ende mbarimi. Në fakt do të ngrihet kom kundër kombi dhe mbretëri kundër mbretërie. Do të ketë tërmete në vende të ndryshme, do të ketë zi buke dhe turbullira. Këto janë fillimi i dhimbjeve të lindjes. Por kujdesuni për veten, sepse do t'ju dorëzojnë gjyqeve dhe do t'ju rrahin ndër sinagoga. Do t'ju nxjerrin përpara qeveritarëve dhe mbretërve për shkakun tim si dëshmi për ta. Por më parë duhet që të përhapet ungjilli ndër gjithë kombet. Por kur t'ju çojnë për t'ju dorëzuar, mos u shqetësoni që më parë për atë që do të duhet të thoni dhe as mos e paramendoni. Por thoni çfarë t'ju jepet në atë çast, sepse nuk jeni ju që flisni, por fryma e shenjtë. Por vëllai do të dorëzoj vëllain në vdekje dhe ati birin, dhe bit do të ngrenë krye kundër prindërve dhe do t'i çojnë në vdekje. Dhe ju do të jeni të urryer nga të gjithë për shkak të emrit tim, por ai që do të durojë deri në fund do të shpëtohet. Por kur të shihni neverinë e shkatërimit, të thënë nga profeti Daniel, e cila qëndron atje ku nuk duhet, ai që lexon le ta kuptoj, atëherë ata që do të jenë në Jude, le të arratisen maleve. Dhe ai që ndodhet mbi çatinë e shtëpisë të mos zbres, dhe as të mos hyjë në shtëpi për të marrë ndonjë gjë nga shtëpia e vet. Dhe ai që do të jetë në ar, të mos kthehet prapa për të marrë rrobën e vet. Për mirë gratë 7 zëna dhe ato me fëmijë në gji në ato ditë. Dhe lutuni që ikja juaj të mos ndodhë në dimër, sepse në ato ditë do të jetë një mundim i madh, më i madhi që ka ndodhur që nga zanafilla e krijimit që kreu Perëndia deri më sot, dhe të tillë nuk do të ketë më kurrë. Dhe nëse Zoti nuk do t'i kishte shkurtuar ato ditë, asnjë mish nuk do të shpëtonte, por Zoti i shkurtoi ato ditë për shkak të zgjedhurve që ai zgjodhi. Atëherë nëse dikush do t'ju thotë, ja, Krishti është këtu ose është atje, mos e besoni, sepse do të ngrihen krishtër të rrem dhe profet të rrem dhe do të bëjnë shenja e mrekullira për të gënjur, po të jetë mundur edhe të zgjedhurit. Por ju keni kujdes. Ja, unë ju paralajmërova të gjitha. Por në ato ditë, pas atij mundimi, dielli do të erret dhe hëna nuk do të japë ndriçimin e vet. Yjet e qiellit do të bien dhe fuqitë që janë në qiell do të lëkunden. Atëherë do ta shohin birin e njeriu duke ardhur në re me pushtet të madh dhe me lavdi. Atëherë ai do të dërgojë ëngjët e vet dhe do t'i mbledhë të zgjedhurit e vet nga të 4 erërat, nga skaj i tokës deri në skaj të qiellit. Tani mësoni nga shëmbëltyra e fikut. Kur dega e tij njomsohet dhe nxjerr gjethe, ju e dini se vera është afër. Kështu edhe ju, kur do të shihni se po ndodhin këto gjëra, ta dini se është afërt e dyert. Në të vërtetë po ju them se ky brez nuk do të kalojë derisa e gjithë kjo të ndodhë.
Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. Por sa për atë ditë dhe atë orë, askush nuk e di, as ëngjët në qiell, as biri, por vetëm Ati. Tregoni kujdes, rrini zgjuar dhe lutuni, sepse nuk e dini kur do të jetë koha. Është sikurse një njeri i cili duke u nisur për rrugë la shtëpinë e vet, duke u dhënë autoritet shërbëtorëve të tij, secilit në detyrën e tij dhe portierin e urdhëron të rrisë zgjuar. Rrini zgjuar pra sepse nuk e dini kur do të vijë Zoti i shtëpisë, në mbrëmje a në mesnatë, kur këndon ngjelja në mëngjes, që ai duke u kthyer papritmas të mos ju gjejë në gjumë. Tani, këtë që po ju a them juve, u a them të gjithëve. Rrini zgjuar.